Propozimin që bëni u bën banorëve të vegjël për të pastruar territorin rreth e rrotullt pallatit. Çfarë është bërë me ty këto ditë? Mos je mërzitur që me ne? Jo. Ata mbeten të vetëm në këtë aksion, pasi asnjë nga banorët e tjerë nuk i mbështet. Pse zgjedhe ti të na japësh një dorë? Tash këto punë janë për ju, kalama, jo për mua. Përpjekjet e Mirit për të gjetur një punë, edhe këtë radhë shkojnë kot, por ai vazhdon të mos dorëzohet. Ndërkohë, babi të Danielit, punët janë duke i shkuar keq e më keq. Edhe i biri duket se tashmë nuk është në një mendje me të. Për t'i shpëtuar falimentit, ai çfarë nuk bën. E gjithë kjo situatë i ka rënë në sy edhe banorëve të vegjël, të cilët e diskutojnë njëri me tjetrin. Me falimentuat! Besa, e mërzitur nga halla e saj, më në fund duket se i gjen zgjidhjen të shkëputet përfundimisht nga ajo. Ose i tregova të tërë lagjet e të tërë botës që ti ke mjelo për herë të parë. Oh, hajde këtu, hajde. Kjo Barça, ç'a minimi. Ndërkohë, një tjetër banor i pallatit ka probleme me Bixhozin. Për të gjitha këto, na ndiqni pas pak në serinë e 8 të Dadoja e pallatit ton. Ka motor. Ç'është kjo? Në shkonjë. Më shkojnë? Po. Ma kam të thënë, nuk bëhet këtë. Me darkje i pasur fleme miliona, në mëgjes, ku jesh me mushkojnë. Se ka fajnë vëndje, ba. E kanë njerëzit, madje, të rriturit. Rregullat janë rregulla, për të gjithë. Ti vetëm nge mësuar. Po mërë bapa, po deri tani janë bërë dhe tolerime. Basi ma toleron edhe këtë radhë. Po, ba, po, kur toleron njërin, toleron tjetrin. Ore president, po edhe ti po na del kundra tani. Po, unë po them ato që ti më ke mësuar. S'te ka mësuar, më. Shkoj. O ba, mua do mi thuash pa tjetër këto, unë ta kam fajnë. Ku i ke ato diplomat e tua? E pra, na mburresh e ti. Do të hyni në punë tani. Unë të paktën po bëj shkollën. Ti s'di as të mbledhesh, as të zbresësh. E kuptova, president. I bën në celulari, diun. Mos u lodh. Kur jenë hall, nuk do një. Unë do dua gjithmonë, se i babi im. Por, kur e ke gabim, e ke. Ika se të shkon në shkollë. Ika.
Po mi princesh. Kush ka mërzit shumë? Ke pa që babin ti? Babin tate. Po ma ty të lodhën. O, lene. Do t'jetë mërzit do të botë ty më farë. Na dojë keqe reali. Ose e mërzit. Sytë e goli mazallah gjanë botë. Qfa ti? Edhe ma e disa kish me erdi? Po leje pra mos, jemi botë ty më po the. Që zgjatë këtë më botë. Ligji, kam lonë nëmë. Kam lonë lekë të pensionit plakës. Si nuk keni punë më mirë? Pune, me këto rroga që sharake, e jam, mësë javle farë. Prish pensionin e mamit pra. Bu, që më kujtove ti mu. Duhet me morë ilaçet e tensionit plagës. Ka një farmaci këtu afre? Bu. Si mund të harroj ditën e lindja e vajzës? Ja, ky është videos. Çfarë është kjo? Mania për të fituar shpejt dhe pa u lodhur. Sa e lumtur është familja jonë? Ore, kjo Barça, që minimi ke jeti për vetë? Barcelona? Po. Barcelona është ekipi numër 1 në Ligën Spanjolle dhe në njëjtën kohë dhe në Evropë. Po Interi? Interi është thjesht një ekip që luan ndeshje të shtëpinë e tij. Rival kryesor ka Milanin, ndeshja mes tyre quhet derbi. Po ky klub Skënderbeu, si thotë? Skënderbeu, të lutem, Skënderbeu është vetëm ekipi më i vjetër në Shqipëri. Disha desha me ditun, si del kjo Barça me Realin sot. Ore ti, shkoj gjeni një punë. Që ti ke qetur të lutem, thuj si del kjo sot. Dje më the, sot më the. Ore, po shkoj gjeni një punë se i le tëra lekë në loto. E më mira bu. Ti bane shqiptar që s'lu s'ke dine. Më falni. Kisha mbyllur një takim me psikologen. Ju jeni ai që më morë dje në telefon. Uluni, mos rreni këmbë. Më fal, po gjithë rrugës po mendoja ndoshta a jeni ju njeriu i dur. Po iki, më mirë po iki. Apo të re. Të lutem, vetëm çdo gjë që themin këtë dhomë do të ngjelë këtu brenda. Sigurisht kjo është kyçja e profesionit tonë. Jam i falmentuar. Më shkatruan komplet. Nuk dal dot në rrugë se më kërkojnë borxhet. Në telefonat nuk i ngrem. Nuk e di. Nuk e di si më shikoni ju. Më çmendur komplet. Uluni, më sqaroni të gjitha me detaje. Tullëm, ku më banë vëndi mua, më zënjush, po... Shtë të temë. Ku nuk kam vajtur. Kam shkuar gjithë andej. Kam vajtur në gjithë vëndet e mira, si i thonë. Tani në fund isha tek një grua. Më pa filxanin, edhe më tha. Të kanë marrë në sysh. Ju, besoni vërtet se më kanë marrë në sysh? Psikologjia është shkenca e sjelljes. Shika, unë jam gafore. Ç'para shikoni ju? Unë nuk jam astrologe, unë jam psikologe. Qa jemi? Psikologe? A fola, unë thash që në fillim, do shta s'jeni njeri u dur. Ç'thash, unë thash gjë gjanë.
Nuk u lodhe ba duke mbajtë fëmijët e botës. Oh? Unë pak dhe kam vjetur një punë. Pse unë e kam fajin që vëndet e punës ja futu në vrimat e miut. Leri Lafet jetë e mbet. Unë jam përpjekur t'je di, por nuk më merr njëri. Po mirë. Ke menduar çfarë do bësh tani? Do të martohem. E kam ndarë mendje. Si? Çfarë thon ti? Po sipas teme që jam pa punë të rritë pa martuar. Ore, jene të reziti mo? Ore, djallë. Mlidhe mendje. Ore, është herët akoma për këtë gjë. Mos ju fut këtyre sikleteve kaq shpejt. Të lutem që. Edhe ti nuk e pse mban fëmijët e botës, por mban të mit. Dëgjoj këtu, unë me këta fëmijë paguaj drita dhe ujin, të mbaj dhe ty. Në rregull? A, e the edhe këta. Po ikej se nuk dua të grinde me ty. A ishte është të rezi fare. Sa shpejt rritën fëmijët. Më kujtohet dita kur e pagëtuam. Ishte kaq sa ty. Gle më i vogël. Sa kam vojtur duke rritur. Edhe kam përkëdhelur shumë, kam fajin dhe vetëm, po. Po fundit mirë kam bërë. Ja do gjej punë. Do filloj punë. E çka për të fituar? A ishta fitova unë me 20 vjetë punë. Hajde në kapelin, e shtimja. Hajde, tu. Bëre shaka. Tu. Pa. Tu. Qa. Më mirë. Po mirë me shpirt e hallës. U dashka që të vim deri këtu që të mësojmë lëndën e biologjisë. Po shkolla për çfarë shkolla? O hala, diti që shokët e mi të klasës edhe shokët e mi të lagjës kanë qeshur me mua se unë kur nuk kam parë lop? Oh. Qumë është piti? Pi. Mish ha? Ha. E po lopët i bëjnë këta? Pastaj ne nuk jemi nga fshati. O hala, ti në njëherë ja fut kohë se ti në fshat ke lindur. Po pra ja mirë tash, do t'i themi gjithë botës që unë kam lindur në fshat. Ja, shpirti hallës i pe lopët? Atëherë që të mësojmë dhe lëndën e biologjisë. Lopa e ka prejardhjen nga lopa e egër. Që zbuti njeriu, që ti merrte qumshtin edhe mishin. Atëherë, buri lopës quhet Den. Ndërsa djali lopës quhet Viç. O hala, po qumshin që marrën në supermarketet dhe dyqane, këto lopët e bëjnë? Shpirti hallës, ajo është reklam që të gënjejnë ty. Po di çfarë qumshi bëjnë këto lopët? Do t'a tregoj halla tash, po asnjë fjalë në lagje, ëh?
Sa bukur dukesh! Emi! Hala, ti mendove se unë nuk i kam parë kur lopët? Po unë i kam parë. Të gënjeva ty që të lozja me shokët edhe shoqet. Më qote shokët edhe shoqet ose i tregova të tërë lagjet dhe të tërë botës që ti kemi e lo për herë të parë. Oh, hajde këtu, hajde këtu! Vete ke fajnë, ti e ke mërzitur. Kot nuk folë me babin tim. Uake me këtë babin e saj, po gazetat i lexojnë të gjithë. Njoftim, ka humbur një burr 60 vjeç. Është 120 kg. Kush e sheh, e njoftoj familjen. Kjo nuk është për të qeshur. Është mërzitur se i thash të do martohem. Normal, edhe mua po të më kishin thënë të njëjtën gjë, do ikja nga shtëpia. Gjej punë njerë, pastaj me do të martohesh. Ndahemi në 2 grupe. Po unë? Ti kërko vetëm se ti ke fajt. Kanë kaluar 7 vjetë për kur ti hyre në shtëpinë time. Më kujtohet dita e parë kur shikonja të sytë e tu të rëmbullakët e të vegjit në ngjyrë kafe të erës. Mos kujtohet se e kisha kollaj të pranoja shoqërinë time. Ishe e panjohur për mua. Pastaj ishe edhe e shëmtuar. Nuk besoj që të gjelet atri që po ta them tani, po ti vazhdoje të më vështroje. Ta di sa kom vojtur. Doja të ta haroja, por ti me ata sytë e tu më cimbifje. Po kur më afroheshe afër, doja të përgëdhineshe me mua. Kur theve kanën me ujë të ftohtë mbi tavolinë, dhe unë nuk t'i qortova. Ua, pini në paskalën e dashura. Sa herë ma ke ngacmuar pjatën, Më shenjën e psqare e ti që... Po kur doje që të flini, kur flini bashkë, doje pjesën më të madhe të jashtëkut. E pranoj. Të dua me një zemër. Më bëre për vete. Po, si mi i ke kështu papritur? Nga vajtë. Ka muaj që pres me angth të kthehesh. Po ne punove, Po ju ma keni sjellë në majtë mundës. As me mos e mërzitur bë? As me ty. Se edhe ti nuk ke ndonjë dallim nga këta të tjerët. Kalaboja, shkojmë. Haj. Hala, ti mendove se unë nuk i kam parë kur lopët? Po unë i kam parë. Më në fund, Besa e gjen zgjidhjen të shkëputet nga halla e saj përfundimisht. Tashmë, ajo ka në dorë një gur të fortë, që e halla të mos bëhet pengesë dhe vajza të rri me shoqet e saj. Ndërkohë, Miri ka vendosur të martohet dhe kjo gjë e shqetëson Benin, pasi biri është ende pa punë. Ke menduar çfarë do bësh tani? Do të martohem. E kam ndarë mendjen. Si? Gjithmonë fëmijëve u ka pëlqyer ta ngacmojnë Benin, por kjo nuk do të thotë që ata nuk e duan atë.
Vonesa e tij një ditë i vë të gjitha ata në lëvizje. Babi të Danielit, punët çdo ditë më shumë nuk po i shkojnë mbar. Ai vendos ta largoj të birin nga shkolla private ku studion dhe ta kaloj atë në publike, por Danieli nuk ja fal. Dhe për këtë arsye, ai e nxjerr të vetmi sekret që mban prej kohësh. Sa e vonuar e ba. Po gjithë lagja e di që Viola do mirën e Benit. Mirën e Benit? Dështimi i babit të Danielit është suksesi i mirit. Beni merr 2 lajme njëkohësisht, të cilat natyrisht do t'ja ndryshojnë rutinën e përditshme. E gjeta. Ndërkohë, që konflikti i Livias me Danielin duket se nuk e gjen një zgjidhje. Mia! Pas ke ardhe me shoqërues. Erdha vetëm që mos ndasha nga grupi, po unë sot do iki në Pogradec. Urime. Na ndiqni në serinë e 9 të Dadoja e pallatit ton. Sa mendje madh që është edhe ky. Unë erdha të pajtohem me këtë, ndërsa ky vazhdon të më thyej. Unë erdha të pajtohem me të dhe ky vazhdon të më thyej. Nuk e kam më shok përfundimisht. Nuk e kam më shok përfundimisht. Nuk e kam. Nuk e kam. E kam shok, po ky kot bën kështu. E kam shok, po ky kot bën kështu. Sa të trash jam djent. Ne vajzat jemi më të zgjuara. Ne vajzat jemi më të zgjuara. E kisha harruar të oborri shkollës, ma dha roja. Mua. Okej, stop. Veri pa tutje. E gjeti roja dhe ma dha mua. E kisha harruar ora. E kisha harruar, e gjeti roja dhe ma dha mua. E kisha harruar të oborri E kisha harruar të oborri shkollës, ma dha roja. E kisha harruar të oborri shkollës. E gjeti roja. Hadi,